Në kthetrat e mendjes. Mendimet negative nuk e kursenin. Vinin si dallgë të egra mbi një anije të braktisur në mes të një stuhie të pafund. Mendja e tij ishte bërë lëmsh, një nyje që s'mund të zgjidhej, një rrëmuje padukshme që vetëm ai i mund ta ndjente. Ai nuk vuante nga jeta vet, por nga hijet e saj, nga ato mendime të errëta që gryenin pa pushim shpirtin e tij. Her pas here, i vinte ndërmend një thënie që kishte lexuar dikur. Mbi 90% të problemeve të njeriut janë imagjinare e jo reale. E megjithatë, nuk arrinte t'i largohej atij mjegullimi të brendshëm. Do të jepte gjithçka vetëm të çlirohej një herë mirë nga ato mendime që e mbërthenin si kthetrat e një oktapodi. Por nuk u dorëzua. Jo, gazi nuk e njeh të dorëzimin. Sorollatej në përdhomën e gjumit natën vonë, me hapa të ngadalt e sytë të zgjuar. Gjumi e kishte braktisur prej kohësh. Ah, si kur të mund të flinte, si kur të mund të pushonte një herë pa menduar. Por mendimet nuk e lëshonin. Ishin kthyer në roje të pamëshirshme të natës së tij. Çfarë janë mendimet vallë, që të katandisin në këtë deregje, i bënte pyetje vetës. Kaluan ditë, pastaj muaj, derisa një ditë u ngjit me zemër të rënduar shkallëve të një ndërtese ku e priste psikologu. U ul dhe i shpalosi gjithçka, fjalë që mezi i kishte mbajtur brenda vetës, dhimbje që kërkonin të shndërroheshin në zë. Psikologu mbështet lehtë në karrike dhe e vështroi gazin me një ndjeshmëri që nuk buronte vetëm nga profesionalizmi, por edhe nga një kuptim më i thellë i qenjes njerëzore. E di gazi, ndonjëherë më trondit mrekullia që ndodh brenda njeriut. Po të vështrosh me kujdes, do të shohësh që Zoti e ka krijuar mendjen njerëzore me një urtësi që nuk matet dot me fjalë. Ai nuk i dha njeriut vetëm një trut që mendon, por i dha një mendje që zhvillohet sipas kohës, sipas nevojës, sipas pjekurisë që vjen me moshën. A nuk është kjo mrekulli në heshtje? Foshnja, sa po lind, është e pastër si një faqe e zbrazët. Ajo nuk mendon për të kaluarën, sepse s'ka të shkuar. Nuk mendon as për të ardhmen, sepse ende nuk e njeh kohën. Zoti e ka ruajtur nga mendimet e rënda, që të mund të jetoj vetëm në çastin e vet, një çast i butë si gjumi, i mbushur vetëm me frymarrje dhe prehje. Pastaj, kur fëmia fillon të rritet, mendja fillon të marr formë, por përsëri mendimet e tij janë të kufizuara, të pafajshme, të thjeshta. Ai mendon për lodrat e tij të dashura, për një përqafim nga nëna, për një ëmbëlsirë. Aty ku ne të rriturit shohim stres, ai sheh lojë. Aty ku ne shohim rrezik, ai sheh kuriozitet. Pse? Sepse Zoti e ka krijuar mendjen e tij që të mos mund të përballojë dhimbjen e madhe, ankthin e tepërt, frikën nga nesër. E ka ruajtur. Pastaj vjen adoleshenca. E trazuar, e thellë, e mpret. Mendja zgjerohet, papritur, si një horizont që hapet me dhimbje. Aty njeriu për herë të parë përjeton botën e brendshme me intensitet të vërtet. Është koha e pyetjeve të mëdha, e revoltës, e ndjeshmërisë së thellë. Zoti nuk i dha adoleshentit qetësinë e plakut, sepse nuk është koha për qetësi. I dha zjarrin që e shtyn të kërkojë, të përplaset, të formsohet. Edhe kjo është urtësia e tij. Dhe pastaj vjen mosha e pjekurisë. Mendimet bëhen më të peshuara. Njeriu mëson të bëjë dallimin mes asaj që ka vlerë dhe asaj që është kalimtare. Ai kupton përgjegjësinë, mëson të hesht kur duhet, të flas kur duhet, të lutet më shpesh. Aty, Zoti i ka dhënë mendjes një lloj balance që më herët nuk e kishte. Është si një anije që ka lundruar shumë. Ka parë stuhi dhe tani lundron me busull të qartë.
E në fund vjen pleqëria. Aty ku trupit i mungon fuqia, mendjes i shtohet thellësia. Plaku nuk vrapon më, por mendon më qartë. Ai nuk jeton me ngut, por me kujtim. E sheh jetën me një qartësi që të rinjt nuk e kanë. A nuk është kjo një tjetër mrekulli, që kur trupi lodhet, mendja përdridhet në qetësi e reflektim? E shikon Gazi, tha psikologu. Zoti nuk i ka dhënë të gjitha mendimet në të njëjtën kohë. Ai ka shpërndar sipas moshës, siç shpërndan pranverën, verën, vjeshtën dhe dimrin. Asnjë nuk i ngjan tjetrës. Por të gjitha janë të nevojshme dhe të domosdoshme për jetën. Nëse një fëmijë do të mendonte si një plak, do të mbetej peng i frikës. Nëse një plak do të mendonte si adoleshent, do të ishte i humbur. Por shiko, secili ka mendjen e tij për kohën e vet. Gazi u mbështet në karrike. Ndjeu një ndriçim të brendshëm. Deri tani kishte parë mendimet si armik. Nuk i kuptonte se çfarë ishin në të vërtetë. Tani po kuptonte se ishin dhurat hynore, që vinin në faza, siç vjen drita në mëngjes, ngadalë, por me qëllim. Mendja nuk ishte mallkim, ishte instrument i përsosur i një krijuesi të përsosur. Dhe ai, më në fund, e ndjeu këtë si një të vërtetë të madhe që e çliron. A mund të jetë rastësi që mendja e njeriu zhvillohet në faza të përsosura, duke ju përshtatur moshave, secila me një qëllim të veçantë, ashtu si stinët, pa pasur pas saj një urtësi hynore që e njeh thellësisht natyrën tonë, mendoi Gazi në heshtje.